Banda ishte bërtmer në Torino kishin kryer 68 vjedhje dhe arrestojnë 8 skrifter shqiptar. Një bandë e dyshuar që ka kryer 10 vjedhje në kodrat e Torinos në Itali. Është identifikuar nga policia dha njoftimin e përfundimit të timeve për 8 persona thuajse të gjithë me origjinë shqiptare dhe disa tashmë në burg në Torino për krime të tjera. Ata do të duhet të përgjigjen për bashkëpunim kriminal që synonte kryerjen e vjedhjeve me thyerje dhe marrjen e mallrave të vjedhura. Të 8 akuzohen për 68 episode dhe të tjerë, por shqyrtohen nga hetuesit të kryera midis janarit 2024 dhe marsit të 2025. Banda kishte një strukturë hierarkike dhe disponueshmërinë e makinave mbuluese të regjistruara në emër të personave të tjerë për të qenë në gjendje të lëviznin dhe bashkëpunëtorëve të aftë për të ruajtur mallrat e vjedhura. Gjatë njërës prej grabitjeve të fundit, një pjesë e bandës u kap dhe u arrestua nga karabinierët e kompanisë Kjeri.